Edicioni 10 i Zafest ka ngritur sipari në Muzeun Historik të Shkodrës duke shënuar 10 vite të një festivali që është kthyer në një nga ngjarjet më të rëndësishme kulturore në veri të vendit. Mbrëmja hapse u kushtua letërsisë ku poetja Mimoza Ahmeti dhe shkrimtarja Rita Petro dalën me publikun në reflektime mbi poezinë, procesin krijues dhe sfidat e letërsisë bashkëkohore shqiptare. Jam e kënaqur që jam pjesë e Zafestit, vi dhe si shkrimtare dhe poete, por ashtu edhe si kontribuese e Qendrës Librit për të përshëndetur këtë festival. Unë mendoj që muzika dhe letërsia ose poezia ecin bashkë dhe besoj se kjo përtham është për të gjitha artet një lloj, si me thënë, qendre pastaj e cila kapilarizohet. Poezia si forma më subtile e mendimit që e hap poret e gjuhës dhe e thyen rrethin, dhe muzika si gjuha pa fjalë. Shkodra është një qytet që të sfidon me zgjuarsinë, të sfidon me gjuhën e ruajtur, të sfidon me kulturën, me arkitekturën, me vetëpërmbajtjen e saj për të mos shkatruar gjithçka për hir të qytetërimit. Në Shkodër është një vend që kënaqesh shumë, por që dhe vihesh në siklet, sepse je i detyruar të mendosh, të ndjesh dhe të thuash diçka të mençur, sepse është një popull i mençur. Është një jubilej i jashtëzakonshëm, sepse unë mendoj që festivalet, dhe sidomos kur krijojnë traditë, krijojnë një komunitet tjetër. Ne jemi gjithkohë në internet, gjithkohë shikojmë se ç'a ndodh dhe ndjejmë vetmi. Festivali të bashkon, është një sofër e madhe. Ose do të thoja është si një revolucion i vockël, që secili gjen veten. Është prania fizike që të bën shumë bukur, dhe pastaj dhe arti, muzika, poezia, vargu e gjithçka tjetër na bën gjithë bashkë, aq më tepër në Shkodër, që shkon aq shumë edhe emri dhe titulli Zafest, për t'i dhënë zë lirisë së individit, dhe për mua kjo është shumë e rëndësishme, dhe sidomos kur mblidhen dhe kaq shumë të rinj, është gjë shumë e madhe. Në kuadër të jubileut, organizatorët prezantuan edhe një dokumentar retrospektiv i cili riktheu momentet më domethënëse të Zafest, nga edicioni i parë i mbajtur në Thet deri te rrugtimi që e ka shndruar festivalin në një pikë takim të rëndësishëm të artit, kulturës dhe natyrës. Atmosfera artistike vijoi me koncertin e artistes Linda Rukaj, e cila mbylli natën e parë të festivalit. Zafest do të vazhdojë edhe në ditët në vijim me aktivitete që ndërtojnë muzikën, letërsinë dhe artin, duke sjellë në Shkodër artistë dhe krijues nga Shqipëria dhe rajoni.